Principi i ushqimit të drejtë në muajin e Ramazanit. Agjërimi pa respektuar principet e ushqimit të drejtë, jo vetëm që nuk garanton shëndetin e njeriut, por mund të rrezikojë shëndetin e tij. Nganjëherë, vërejmë se disa nga agjëruesit pas muajit të Ramazanit përballen me shtimin në peshë, rritjen e yndyrës në gjak, daljen jashtë kontrollit të diabetit, probleme në sistemin e tretjes apo probleme në pjesë të tjera të trupit. Për këtë arsye, është e domosdoshme që agjëruesit e dashur të njihen me principet e drejta të ushqimit gjatë muajit të Ramazanit dhe të shfrytëzojnë këto principe. 1. Ushqimi që përdoret në muajin e Ramazanit të jetë i thjeshtë dhe nuk duhet të ndryshojë shumë me ushqimin e përditshëm të agjëruesit. 2. Edhe në muajin e bekuar të Ramazanit, ashtu si gjatë gjithë vitit, duhet të hani 3 vakte në ditë: iftarin, drekën dhe syfyrin. Në fakt, nuk ekziston nevoja e eliminimit të asnjë vakti ushqimi, por një agjërues duhet të hajë të paktën 20% më pak ushqim sesa në periudhat e tjera të vitit, dhe kjo i lejon trupit të djegë yndyrnat e tepërta. 3. Agjëruesit duhet të përdorin ushqime të larmishme, sepse çdo ushqim përmban lëndët ushqimore të nevojshme për shëndetin e trupit. Në fakt, ushqimi i agjëruesit duhet të përmbajë 5 grupet kryesore të ushqimeve, të cilat janë: buka, patatja dhe drithrat e tjera, mishi, peshku, veza dhe vaj, qumshti dhe bulmetet, frutat, perimet. 4. Në periudhën mes iftarit dhe syfyrit, pini shumë ujë, 8 deri 12 gota. Kjo ndihmon në evitimin e diarres, në eliminimin e lëndëve helmuese dhe të lëndëve të dëmshme për trupin, edhe në sistemin e procesit të metabolizmit. Kjo është tepër e rëndësishme, sidomos për të sëmurët që vuajnë nga gurët në veshka. 5. Ushqime të pasura me fibra si frutat, perimet dhe drithrat. Rëndësia e kësaj lënde ushqimore qëndron në faktin se: a. Përmbajnë karbohidrate të komplikuara. b. Relativisht përmbajnë pak kalori. c. Plotësojnë nevojën e përditshme të trupit për fibra, rreth 20 deri 30 gram fibër. d. Treten me qetësi nga trupi dhe përhapen ngadalë në gjak, çka i mundëson agjëruesit të jetë i ngopur për një kohë të gjatë. e. Kryesisht përmbajnë vitamina, vitaminat C dhe B, si dhe hekur, që janë tepër të dobishme për trupin. Nga ushqimet që përmbajnë fibra mund të përmendim mielin, pataten, perimet dhe pothuajse të gjitha frutat. 6. Ngrënia ngadalë dhe përtypja e plotë e ushqimit, si dhe ndalimi i ngrënies para ngopjes së plotë, siç ka porositur edhe profeti e imamët e ndritur, është një nga principet e rëndësishme të ngrënies së ushqimit në muajin e Ramazanit, ashtu si edhe në muajt e tjerë të vitit. 7. Gjatë muajit të Ramazanit, patjetër, konsumoni lloje të ndryshme perimesh dhe frutash, si karrota, limon, sallat jeshile, lakër dhe lule lakër. Këto lëndë kanë edhe një veçanti tjetër të rëndësishme dhe janë antikanceroze. 8. Përdorni mish pa dhjam, mish pule pa lëkurë, bulmete pa yndyrë dhe përpiquni të mos përdorni yndyrna shtazore, që bëhen shkak për rritjen e kolesterolit në gjak. 9. Evitoni përdorimin e ushqimeve të gatshme, fast food, të përgatitura jashtë si pica, hamburger e të tjerë. 10. Gjatë përgatitjes së ushqimit, mos përdorni vaj të ngrirë, përdorni më shumë ushqime të ziera dhe vaj vegetal. Është shumë më mirë që në muajin e Ramazanit të mos përdorni ushqime të skuqura, sepse përveç shtimit të yndyrnave në gjak, bëhen shkak për çrregullimin e aparatin tretës, në krijimin e ulçerës në stomak dhe për rritjen e peshës. 11. Duhet të përdorni kalcium të mjaftueshëm. Kalciumin mund ta siguroni nëpërmjet bulmetrave pa yndyrë dhe nëse kjo nuk plotëson nevojat tuaja, nën këshillimin e mjekut, mund të përdorni medikamente të ndryshme.